Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuar i parë është një reper, i cili kohëve të fundit e ka marrë me më shumë seriozitet muzikën. Ai do të flasë pak për ëndrat e tij, fillimet, sfidat e të tjerë me radhë. Ai është Bjero. Përshëndetje. Si e? Mirë se erdhët dhe faleminderit për mikpritjen. Kush është Bjero për ato që nuk e njohin? Bjero jashtë skenës është ideali i dashur, pozitiv, popullor që i afron gjithë dhe është i thjesht. Si një modest. Person, modest. Si lindi pasioni yt për muzikën? Pasionin për muzikën lindi qysh i vogël. Merresha, ngjosha, studiosha për herë, derisa erdhi një pikë që i thash vetes duhet të krijoj diçka që të vazhdoj edhe. Kur e ke shkruar këngën tënde të parë? Këngën time të parë e kam shkruar në momentin që e ndjeva që duhet bëj diçka në atë moment dhe e pa është arsyeshme që i thash vetes do të shkruaj një tekst që unë të dal dikush në jetë. Ku frymëzove ti nga teksti që shkruajte? Në jetën tënde private, në historitë tua, apo një artist ka të bot kuptimin e vet, ka botën e tij që vetëm prodhon, pa marrë shkas nga jeta e tij personale apo historitë e veta? Më shumë nga pjesë të historisë time, domethënë. Ka pas nuk është se jam bazuar diku tjetër. Më shumë tek vetja. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur? Personi i parë që më ka mbështet është le të themi familja, që më ka dhënë një dorë, një shtysë të madhe. Që edhe ka besuar tek ti. Po, kush janë artistët që të kanë frymëzuar? Në atë kohë, për mua në atë kohë ka qenë Duda, të asaj kohe, Duda dhe Noizi, masi ngjosha tepër, domethënë. Po tani? Se kam një për momentin. Këtë dëgjon më shpesh? Më shpesh, vetën time. Nuk dëgjon asnjë këngëtar tjetër? Shumë rrallë. Ti i përket zhanrit rap. Ke provuar ndonjëherë të bësh këngë dashurie, balada? Se dhe këto çuna që bëjnë rap janë shumë të lezetshëm në këngë dashurie, apo jo? Normalisht, nuk diskutohet, por shumë kam fokusin tek rapi për momentin, por që edhe këngë dashurie pse jo. Thej që e kam fokusin tek rapi. Çfarë mesazhi përcjell në anë të teksteve që shkruan? Unë flas për veten time, si person, më thonë flas rreth jetës time, rreth historive të mia, bazohem tek vetja ime, edhe se ka një... A mendon se janë interesante për publikun që ti të... Mendoj se pa. Çfarë i bën të veçantë tekstet e tua krahasuar me tekstet e reperëve të tjerë apo këngëtarëve? Tekstet e mia kanë emocion dhe originalitet. Kjo i bën, domethënë. Si do ta përshkruaje stilin tënd me 3 fjalë? Pak agresiv, melodik dhe autentik. Agresiv. Pse agresiv? Pak agresiv. Pse pak agresiv? Më shumë pjesën e rapit që. Sa agresiv je ti në jetën reale? Si jam as pak. Je i butë? Po. Je ëmbël? Jam njëri shumë i qetë, i butë. Flas në jetë reale, se... E kuptoj. Kur e kuptove që muzika nuk ishte thjesht më një hobi, le të themi? E kuptova në momente që nuk rria dot pa krijuar muzikë, thash kjo nuk është një hobi, por është rruga ime. Ke pasur ndonjëherë bashkëpunime me artist? Jo. Me kë mendon të kesh një bashkëpunim? Ditët e sotme do thoja Fatin. Me Fati? Po. Kush është Fati? Është një reper, shkodran. Lidhjet e forta Shkodër-Bogota. Pikërisht. Pse mendon me Fatin? Mos ndoshta i përngjan më shumë stilit tënd? Po, futet pak. Ke tentuar ndonjëherë? Jo, unë s'kam tentuar, por që e përcjell si mesazh. Do me thënë, ke dëshirë të kesh një bashkëpunim me Fatin.
Dhe uroj ta kesh. Faleminderit. Atëherë ke pasur një bashkëpunim që e ke lënë kështu në gjys pa u realizuar. Nuk ke tentuar kur dhe nuk ke nisur kur që të kesh një bashkëpunim. Jo. Po me artista. Artista o artista? Artista. Artiste. Thoya Melindën? Çfarë të pëlqen te Melinda? Më shumë pëlqen flow si ka, si repere. Po Tajna. Tajna. Së shumë preferencët e mia, si. Kush mendon se është artisti më i nënvlerësuar në skenën shqiptare? Artisti më i nënvlerësuar, ka shumë artista që nuk domethënë që janë të nënvlerësuar në skenën shqiptare, ka shumë nuk të se do të mos ndoshta janë artista të rinj që kanë shumë talent dhe nuk vlerësohen aty ku duhet. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë gjithë kësaj karriere rrugtimi? Sfida më e madhe. Kanë qenë përballjet në jetën time. Unë për muzikën kam bërë gjithçka. Muzikën kam bërë shumë sakrificë, kam kaluar sfida pafund, llafe boshe nga njerëzit njerëz që nuk të kanë besuar, që të kanë paragjykuar. Ka qenë kjo gjithmonë, domethënë. Si i ke përballuar ti këto? Shumë thjesht, shumë easy. Se kam pas problem fare për këtë gjë. Domethënë ti ke. Nuk është se më kanë ndikuar. E kuptoj. Ke menduar ndonjëherë që të heqësh dorë nga muzika? Kur? Asnjëherë. Vetëm jep shtys që unë të vazhdoj dhe të arrij qëllimin që unë kam. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë deri më tani që publiku nuk e di? Mbasi nuk e din edhe shoqëria jote, jo vetëm publiku. Momenti më i vështirë. Bullizimi mendoj. Nga kush? Nga rrethi im që kam pas, domethënë, i hershëm që më thoshin që jo po sjeti për këtë lloj sporti, nuk je për këtë lloj pune, që do muzikën s'ka të ardhura, kupton? Tilla gjëra, por që çfarë thua sot këtyre bollizuesve? I them shifemi koncert. Mendon se gjysmën e këtyre, mos themi të gjithë, do t'i kesh fans? Mendoj se po. Dhe e kam qef si gjë kur dikush nuk beson që nesër t'ja përplas të vërtetën në fytyrë. Ta surprizosh. Po. Për mirë. Që ky jam unë sot. Çfarë i mungon sot tregut shqiptar? Muzikor bëhet fjalë. Mendoj se i mungon originaliteti, nuk ka, unë duket shumë fake, falso për ata që ka flasin. Ose për ato çfarë dalin, publikohen. Ose publikohen. Me makinat e shtrenjta, me armët. Janë thjesht falso. Ti do të bëje, ke bërë videoklip me armë? Jo. Do të bëje? Të vërtetën. Varet nga rasti. Po apo jo? Po. Po do ta bëja një do. E kupton se nuk je pas diçka të mirë as gjë të mirë. Jo minoreni që të shikon me armë. Se tani për këtë mendoj dhe unë që s'është gjë e mirë. Por e kërkon shoqëria. Shoqëria, muzika e tillë. Tani unë dua të kaloj pak tek jeta personale. Aktualisht je në lidhje apo je beqar? Jam beqar, single. Single. Ku je më shumë i fokusuar ti momentalisht? Te muzika. Edhe sa mund të jetë ky fokusimi yt vetëm tek muzika? Se ka ndonjë limit. Ndonjë limit. Thjesht do jem gjithmonë aty. Po për zemra jote është e hapur për njohje. Po. Kur të vi momenti. Si është ajo femër që të përmbush kriteret ty? Unë dua dikë me zemër të mirë që më kupton dhe më mbështet në çdo hap që unë. Po tani në fillim ti nuk do i shikosh zemrën e saj. Po e di ti çfarë zemër ka ajo? Çfarë do të tërheq në momentin që ti e shikon një vajzë për herë të parë? Aparenca po e le gjë si gjë të fundit, sepse po ti në momentin aparenca nuk është gjëja e fundit, aparenca është gjëja e parë. Për mua personalisht nuk është gjëja e parë, sepse unë shoh zemrën, shoh karakterin. Po në fillim ti nuk shef zemrën se s'ke, nuk i futesh dot në zemër asaj. Çfarë të tërheq më shumë?
Syt, buzët. Syt mendoj. Syt. Bjonda apo bruna? Bruna. Me Sepse flok bjondet- kafe? Apo flok zez? Ndoj se të ketë flokët e zeza. Edhe syt kafe. E do femrën repere? Apo nuk do fare që të merret me muzikë? Jo, s'dua fare. Mjaftoj unë, s'ka nevojë për dy veta. Ç'a do ty? Ç'a profesioni do që të ketë? Çfarë do lloj profesioni? Si për shembull, Se di, avokate, avokate, mjeke. Po mendon se shkon një avokate me një reper që të nxjerr videoklipe me pistolet apo me gjëra të tjera ose një mjeke me një Po reper? kush është ai artist që ka marrë një grua repere për sot? Po këngëtare. Kush është ai, ma thuaj ti të paktën. Shumë se di. Letri Vula. Cilën ka? Kë ka mërë? Cecilën. S'mendoj që e ka. Kë kemi tjetër? Kemi sa të duash ne që janë S'ke. çifte. Nuk ka. Janë Rita me Fidanin, kush janë ata, ju lutem regjia më korrigjoni. Ata Dafina me Letrin kanë qenë bashk. Kanë qenë, po s'janë më. Po ti nuk mund t'i jesh me të një? Unë tani, pa ma saktësu se çfarë profesioni e do të dashur në ardhshme, nuk e përtik nga këtu. Do të them moment dytë. Unë e dua tani. Avokata po zgjedh më mirë. Avokate. Po, s'pas zgjas më si tem. Okej, e zgjidhe nga halli më duket. A është të vështirë të mbash një lidhje kur je pjesë e botës së muzikës? Mendoj se jo. Pse? Çfarë problematika është mund sjellin? Po se ti po thuaj që momentalisht jam i fokusuar vetëm tek muzika. Jo, më fokusuar, po do kem kohë edhe për partnerin time. Çfarë ke të veçantë ti si partner? Veçantë. Po saktësoj thjeshtësinë, Kaq. kaq. Çfarë karakteri e do femrën e ardhshme ti? Çfarë karakteri? Karakter të fortë normal. Suksesi dhe ardhmja. Çfarë do të thotë suksesi për ty? Suksesi për mua dua ta quaj domethënë si një gjë që për njerëzit që unë domethënë për çdo produkt që unë nxjerr, jo vetëm ta ngjojnë, Po edhe të shërbej. po edhe të shërbej si gjë. Cili është qëllimi yt më i madh në muzikë? Të kem koncerte. Sa koncerte? Pa fund. Pa fund, mjafton sikur një qytet vogël pagon tjetë koncert. Pse është bërë kaq e vështirë që një artist i ri të ketë koncerte dhe të performoj? Sepse nuk u lejnë vend këto të vjetrit mbase? Ndoshta. Edhe kjo ka të bëj. Ka të bëj shumë. Por që publiku të mendoj diçka sepse artistat e vjetër deri një farë kohë janë. Kështu që do të kenë edhe hapësirë artistat e rinj për me pas koncerte. Mos ndoshta duhen këto artistat e vjetër që të i përkrahin pak më shumë artistat e Ka të rinj. bëjë edhe kjo, futet. I si që- përkrahin artistat e vjetër këto të rinjt? Shumë pak. Kë mund të quaj ti më përkrasin? Kush ke pasur ndonjë artist të vjetër që të ka përkrahur? Unë s'kam pas për vete. Unë kam qenë gjithmonë i pavarur. Mbase nga që ka qenë si dhe të ty është i pavarur? Jo, s'ka pas lidhje, thjesht nuk s'm ka dhënë kush. Ke tentuar të futesh në për grupe? Kam tentuar. Edhe? S'nuk. Të cilat grupa ke tentuar? Shumë të grupi Noizit. Të otjari, por që nuk u realizua si gjë. Edhe e lash. Thash po vazhdoj vetëm më mirë. Çfarë projektesh po përgatit aktualisht? Aktualisht kam 2 projekte. Njëra quhet Hayat, njëra quhet Dance. Por po pres që të bëj videoklip edhe ta lançoj sa më shpejt. Okej. Atëherë çfarë mesazhi ke për të gjithë të rinjt që duan të ndjekin muzikën dhe kanë në ëndër?
Për gjithë talentat e ri i them që punojnë fort, punojnë sa më shumë dhe keep going. Vazhdojnë. Tani kemi rubrikën që do përgjigjesh për 3 sekonda, po menduar shumë, ma. Jemi gati? Po. Reperi më i mirë shqiptar. Noisy. Reperi më i mirë në botë. Baby Gang. Studio apo koncert? Koncert. Beat apo tekst? Tekst. Freestyle apo këngë shkruar? Këngë shkruar normalisht. Spotify apo YouTube? YouTube. TikTok apo Instagram? TikTok. Natë apo ditë? Natë. Kafe apo pije energjike? Kafe. Fama apo para? Mund të them të dyja nga pak? Dashuria apo karrierë? Pyetje me spec. Kaluan 3 sekonda ama. Po të mbaj pak me hatër. Tu do sjell dashurinë. Do zgjedh dashurinë këtu. Dashurinë. Po. Një artist me të cilin do doje duet. Duet. E lëm për personi që fola pak më parë. Fati. Po. Çfarë do i thojë Fatit tani në këto momente? Super artist, çfarë më thon tjetër? Kaq. Super artist dhe do një bashkëpunim me Fatin. Pikërisht. Kënga jote e preferuar e momentit? Kënga ime e preferuar? Hayat. Qyteti yt me një fjalë? Thjeshtësi. Një vesë që ke? Kam shumë vese. Po s'du mi përmend vese. Një që e ke më të përsëritur nga personat që... Skip. Një cilësi që ke? Një cilësi që kam ngulja. Një gjë që të nervozon? Mashtrimi. Një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Një ëndër. Muzikën. Një fjalë që të përshkruan? Fjalë që të përshkruan. Tek fjali. Po. Tek fjalë. Tek fjalë. Ambicioz. Bjonda apo bruna? Bruna. Klasi apo sportive? Dhe se klasi. Serioza apo fani? Se ty janë pak. Modele apo gazetare? Gazetare. Atëherë një mesazh për të gjithë mbështetësit e tu. Për gjithë mbështetësit e mi, mesazh. Faleminderit për mbështetjen kaq sa keni dhënë. Dhe çfarë presin nga ty? Shumë projekte. Shumë projekte të pafundme dhe ju falenderoj gjithë për gjitha që më kanë nejtë afër. Biron, falenderoj shumë, je një djalë fantastik. Edhe juve, falenderit. Edhe të uroj shumë sukses. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.